Në ditën e tretë të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, u trajtua etnoletra shqipe, miti, kujtesa dhe simboli në letërsinë shqipe, nga humanistët tek pastromantikët. I pranishëm në ligjërat ishte Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, ndërsa pjesëmarrja e studiuesve e albanologëve kësaj here ishte në numër shumë të vogël. Me këtë rast, ligjëruesi Vebim Iftari tha se letërsia është mjet për krijimin e identiteteve në shoqëri dhe ajo jeton përhershëm. Ernest Gellneri, në versionin e tij sociokulturor paradigmës moderniste të përmimit kombeve, theksonte se letërsia është mjet për krijimin e homogenitetit kulturor. Veç se ky lloj homogeniteti nuk është i mundur pa përkatësinë e miteve të simboleve, pra pa artefakte të trashëguara, krahas atyre që Benedikt Andersoni shihte si artefakte kulturore moderne, e me të cilat e identifikonte edhe vetë formimin e kombeve. Ai shpjegoi se etnoletra e trajton ndikimin e letërsisë në përkatësi gjuhësore, kombëtare e kulturore. Pra, me romantikët, gjuha dhe letërsia identifikoheshin si shenja të ekzistencës kombëtare, ndërkohë që japin vetë atij, pra kombit, bulën e ekzistimit. Kjo lidhje e fuqishme e letërsisë me kombin shprehet edhe në mjetet fjalësore ose leksikore që ajo i përdor për ta portretizuar vendin që e krijon. Azreni dhe rada naime fishte e koliqe e sidomos pashkovasa, secili në mënyrën e vet dëshmojnë për lidhjen që gjuha ka me vlerat përkatësore, por edhe për mundësinë që sojesh të krijohet një motiv për bashkimin i cili përafron të gjithë bashkëkombësit drejt një qëllimi. Ndryshe, sesionet e referimeve në edicionin e 35 të seminarit do të mbahen edhe përgjatë 11 ditëve të ardhshme, ku do të organizohen ligjërata, kurse, trueza e sesione për seminaristët pjesëmarrës.